Është kjo salla e operimit në spitalin privat Mendja Integruar Mjekësore, ku po zhvillohet operimi i prostatës me green laser. Për të realizuar këtë ndërhyrje laserike ka ardhur urologu nga Hamburgu i Gjermanisë, Dr. Rainer Schmidt, i cili ka përvojë shumë vjeçare. Të gjitha këto operime po bëhen në bashkëpunim me doktorët profesionistë të këtij spitali. Prostata është një gjendër e vogël sa një arë që vendoset mu përballë pjesës së fundit të zorrës së trash, poshtë fshikës së urinës. Ajo rrethon kanalin e urinës që quhet uretra, ku kalon urina që derdhet jashtë. Me kalimin e moshës ndodh rritja e volumit të gjendrës së prostatës, që quhet në mjekësi hiperplazia, benigni prostatës. Rreziku i rritjes së prostatës shtohet në persona të shëndoshë, në diabetikët, në ata që pinë alkool dhe në ata që bëjnë jetë sedentare. I pyetur se cilat janë simptomat e shfaqjes së prostatës, Dr. Schmidt tha se shumica e këtyre njerëzve fillojnë të ankohen për simptoma e çrregullime urinare. Këto simptoma janë vështirësi në urinim, vonesë në fillimin e urinimit, urinimi ndërprer, turrili dobët i urinës, mbas urinimit një ndjenjë sikur nuk është zbrazur fshikëza e ujit e turrili shpërndar. Operimi me green laser është një procedurë e re dhe shumë e suksesshme. Dhe përmes kësaj teknike të cilën ne e praktikojmë, arrim të largojmë këtë problem shëndetësor dhe pacientët nuk kanë nevojë të përdorin më medikamente apo terapi. Ne kishim një rast tani i cili zgjati rreth një orë operimi. Larguam rreth 1.16 gram prostat nga pacienti. Para se të fillonim operimin, doktori Nezhati kishte pyetur pacientit sepse kishte lënë kaq vonë ta bëjë trajtimin mjekësor. Ai u kishte përgjigjur se nuk ishte i sigurt dhe se i freksoi laserit. Ai kishte menduar se do të jetë një operacion i vështirë. Nuk kishte njohuri për laserin green. Mirëpo ne me shumë sukses e kryem operimin dhe nuk kishte asnjë rrezik për pacientin. Shërbimet e kualifikuara të cilat i ofrojmë kanë shtuar numrin e kërkesës së pacientëve dhe rritja e kërkesës ka shtuar përgjegjësinë tonë kundrejt pacientëve. Kështu tha doktor Nejat Rexha. Green laser është aparaturë amerikane, po teknologjia fundit, të arritën mjekësi për këtë metodë trajtimit të prostatës. Falenderojmë këta mjekë që vinë më na ushtru dhe mi përvetësu këtë metodë e vështirë. Rexha tha se ka kohë që bëjmë operime me green laser dhe pacientët ndahen të kënaqur. Deri tash për shembull kemi trajtuar mbi 100 raste me sukses, shumë mirë për shembull deri tash. Pacienti brenda një dite shkon në shtëpi, vjen me heka kateter mas 5 dite, deri tash nuk kemi pas komplikime, domethënë kjo është kënaqësia. Nëse arrit për shembull me u trajtu në mënyrë suksesshme, pacienti më qenë i kënaqur. Përndryshe, Spitali Mendja Integruar Mjekësore është i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Prej vitit 2000 mirret me thyrje të gurëve në veshka me valë elektromagnetike ESWL. Nga tetori i vitit 2013 është pajisur me stone light laser dhe me green laser.